drejtën e ruajtjes vetëm shikut, se po tek ruajtur shikut do e mbante te bodrumi vet të dhënat. Mos ka përgjuar, s'ka kuptuar një gjë çka ka ndodhur. Po e ka përgjuar dhe ka nxjerr të dhënat që janë akeruar, ka hyrë te kartelet, ka hyrë te kjo, ka hyrë te tendrat, ka hyrë e ka dhënë dhe aq sa ti takon shikut, se shiku nuk vën ndjeni as qytetarët dhe as median. Shiku vë vetëm dy institucione, 3, kryeministrin, presidentin dhe partnerët. Dhe nuk është shiku institucion që mund të bëj biseda siç mund ta bëj Ministria e Brendshme me komunikat apo ministritë e tjera. Ky është detyrimi. Por ti duhet të kishe krijuar akses të tillë dhe shiku duhet të kishe ngulmuar fort tek partnerët e NATO-s, thotë që unë të dhënat e mia sensitive nuk do t'i çoj te Akshi sepse nuk ka siguri se ka këto probleme dhe unë tek ajo do të çoj vetëm ato materiale të cilat janë të karakterit formal, cilat janë. Më duhet një vërtetim që ke punuar kaq vite në punë, kaq, që mund t'ja kërkonte sigurimet shoqërore apo dikush tjetër. Më duhet një vërtetim për të bërë një vizitë apo në kontroll mjekësor brenda apo jashtë vendit. Të kësaj asnjë lloj dokumentacioni tjetër nuk duhesh vënë në dispozicion të Akshit. A thashë njerë, të njëjtën gjë ka bërë Ministria e Brendshme, nuk ja ka dorëzuar fillimisht. Të gjë sa ta vajti morë me fleshë, dhe pastaj ndërhyn e bën korrigjime, fsherje dhe shtime dhe heqje. Kjo është e pafalshme. Çfarë duhet ndodhi? Ky shtet dhe kjo qeverisje dhe ky Aksh duhet reformuar nga para. Nuk ka asnjë lloj shanse dhe mundësie që ne të vazhdojmë. Se këto ndoshta e bëjmë, po këto para tona do kthehen një herë? Jo, nuk kthehen. Si s'kthehen? Po do të kthehen. Kan ikur. Ku i çuan këto para? Kan ikur. Ande në offshore. Kanë bërë verë. Apo jo, verë është një gjë e vogël. Kan ikur. Më thoj një nga parat që u kthye. Po ju më duhet, janë shumë para. Po janë shumë para. Po shumë janë. Edhe inceneratori shumë kishte 140 milion, 150 milion euro. U kthye në një, jo vetëm kaq, ata ishin në arrati, persona shpallur në kërkim, Ministria e Financave i likuidonte lekët. Jemi koshient.